u dakordut me Tonin fillimisht, apo çështja kumtove lajmin që ti ke vendosur me përmbyll karrierën me qytet? Këtë lajm, po më duket i kam thonë mbas garës fundi që e kom pas në Paris, e përfundova atë garë dhe një farë më jepi një lloj kënaqësie që përsëri arrita me fitu një garë, me fitu me një garë të madhe. E mbas asaj mbajtem edhe një lloj përgatitje, por nuk ishte që më jep mo kënaqësi edhe nuk e ndisha të nevojshme me vazhdu, sepse isha e përmbushur. Kisha vazhdu, jo mundu shumë për lojën olimpike në Paris, nuk arrita me fitu, por prapë e disha që e kom jap maksimumin. Kurse ajo gara tjetër në Paris më jepi një lloj kënaqësi edhe nuk e kom pa të nevojshme që me vazhdu edhe me sakrifiku aq shumë për matutje. Ato kohë familja, Akili, çka thanë për vendimin që e morë? Normal që familjes i ka ra pak a shumë befasi, nuk është që e kom diskutu, o vështirë me i diskutu këto sende me familjar, sepse askush nuk nje ma mirë se unë veten. Pak a shumë fillimisht e kom diskutu me Tonin, më ka thonë me mendu edhe pak, po prapë ka qenë vendimi e.